Nga shtrati i Spitalit te finalja e Ligës së Kampionëve. Kjo është historia e tij. Sot do të flasim për një histori pasioni, guximi dhe force. Francesco Acerbi nuk është vetëm një futbollist. Ai është simbol i forcës dhe i guximit. Një histori që frymon çdo që ka luftuar me jetën dhe ka ndruar të kthehet më i fortë se kurrë. Në vitin 2013, karriera e Acerbit u ndal papritur. I diagnostikuar me kancer, ai u detyrua të largohej nga fusha për të nisur një betejë shumë të madhe, atë për jetën. 2 ndërhyrje kirurgjikale, seanca të vështira kimioterapie. Kanceri ishte fati im, por falenderoj Zotin që e pata. Thoshte Acerbi në atë kohë, ku nuk i kishte ndalur mbrëmjet, pijet dhe daljet deri në 7 të mëngjesit. Mbrojtësi italian nuk u dorëzua asnjëherë. Me vullnet të hekurt dhe një besim të palëkundur, ai u rikthye në fushë më i fortë se më parë. Pas rikthimit ai vazhdoi karrierën te Sassuolo, ku u shndrua në një nga mbrojtësit më të mirë të Serie A. Paraqitjet e tij solide i hapën dyert për një transferim te Lazio, ku në drejtimin e Simone Inzaghi, Acerbi u bë lider i mbrojtjes dhe një nga figurat kyçe në skuadër. Me Lazio ai fitoi Kupën dhe Superkupën e Italisë. Kjo bëre që në vitin 2022 ai t'i bashkoi Interit, ku vazhdoi të shkëlqej sërish në drejtimin e të njëjtit trajner, Simone Inzaghi. Kontributi i tij në mbrojtjen e kaltër ishte jashtëzakonshëm dhe një pjesë thelbësore e suksesit të klubit. Jo vetëm që u rikthye, por u rikthye në nivel më të lartë. Në vitin 2021, Acerbi ishte pjesë e Italisë që fitoi kampionatin evropian Euro 2020, duke treguar se asgjë nuk është e pamundur për një futbollist me zemër luftëtare. Sot në vitin 2025, historia e tij shkruan një tjetër kapitull të madh. Në gjysmëfinalen e Ligës së Kampionëve, Acerbi shënoi një gol të artë për Interin, duke dërguar klubin zikaltër në finalen e madhe të Munich. Një moment i jashtëzakonshëm për një lojtar që dikur luftonte për të mbijetuar, e tani lufton për trofejin më të mëdhenj të futbollit evropian. Francesco Acerbi është dëshmi se kur nuk dorëzohesh, jeta të shpërblen në mënyrën më të bukur. Nga shtrati i Spitalit te finalja e Ligës së Kampionëve. Kjo është historia e tij. Mbetet të shihet se ato të përmbyllet me një trofe, që do të ishte madhështore për të.